Ja, s'ka ardhur asnjë hyç. Kush po pyet për fshatarët. Temperaturat shënojnë 10 gradë nën zero. Acari ka sjellë dhe mjerimin në familjen Meta në fshatin Zgosh të Librazhdit. I ftohti është kombinuar mjerisht me mungesën e energjisë dhe skamjen për 10 anëtarët e kësaj familje, që po humbet që tani rezervat e dimrit. Në datë 29 që zu bora, u prishën dritat e në serdhen mo. Burri, çunat, dolën gjithë me nga shtyllat e nëse. E vetmja bazë për jetesën është pensioni kooperativës dhe një cop tokë që prodhon diçka më shumë se asgjë. Mielli i kjo pjatë miell ka ngel. Në kur të hapet rrugat, marrim një thes miell, se në fëmit pa buk nuk dhe rinë. Që të bëjmë, s'ka. Pa punësia, i këta të bi, varfërin. E shpijat më prishën atëherë një, sa dhomë ka ngel. Që të bëjmë, që të është u skemi, që të... Streha e kësaj familje është një shtëpi e rënuar pa energji elektrike, ndërsa ngrohen me një sopë drut për të cilën sigurohen me shumë mundim. Për ngrohje një shto me zërt. Me zërt se s'ke pas në drumë. Po për rëshime ashtu. Me zërt. Dalin çunat ka herë të poshtë, marrin e tim Librazhd. Vështirësi ka pas rruga shumë. Për shkak të lëvizjes në errësirë, gruaja është vrarë nga rrëshqitja në banesë. Rrëzova dol, ndërsa dalë të matë gëdis gjohët. Jem rrëshqit i koma, opa. U dzina i ka sytë. Që të bëjmë? Pa drita, pa zjarë, pa gjohë, pa... Mungesa e energjisë elektrike ka kthyer edhe fëmijët në epokën migjeniane, ku librat lexohen në dritën e qiririt. Shumë keq. Edhe ku ikim në shkollë, ikim me fryk. Se ka dhe makina që na marrin edhe jemi edhe fëmijë të vegjël, nuk kujdesemi për veten. Ju nuk keni pasur drita, si e ke bërë ti për të mësuar? Për të mësuar me qeri. Po ke shkolla, ke pasur ngrohje? Po, me sopë. 29 jam bashu drita që rapora, në s'ka më dritë sot e kësaj dite. Vitin e ri kjo familje, si pothuajse të gjithë familjet e fshatrave të Librazhdit, e ka kaluar pa energji elektrike, ndërsa i ftohti dhe acari po i shtrëngojnë dal nga dal rrethin e mjerimit.